Përshëndetje të nderuar miq, takohemi në përsi si çdo të martë jemi në episodin e 17 dhe sot bashkë me mua dhe me Arlindin kemi një personazh vërtet mjaft interesant ndër të rrallët. Jam i bindur kur e them diçka të tillë, një njeri i cili mund ta pyesësh dhe mund të flas për orë të gjata për futbollin, për sportin në përgjithësi, për muzikën, për kulturën, për artin, për gjithçka ka ndodhur dhe ai ka përjetuar gjatë jetës së tij. Po flasim për Ulvil Zajmin. Faleminderit për caktime që ndoshta si meritoj gjitha, por më vjen mirë. Atëherë, unë këto që i thash referuar asaj që ka shoh në ekran. Për sportin një herë është e sigurt. Sepse kemi vite që njihemi pak. Ndërkohë, sa i përket muzikës dhe artit, absolutisht që kam parë dhe emisione tjera ku keni qenë. Mos e vërtet, ç'është e vërteta, jam ke sportit dhe ke fush, por një farë mënyrë duke qenë djali një piktorit një orë, pjesën e rinisë, adoleshencës rinisë, e kam kaluar në art, sidomos në artet figurative, kam njohur nga afër piktor, artist, shkrimtar, në lidhjen e shkrimtarëve kam një pjesë rinisë time, kështu që edhe në atë fush para me kënaqësi e them që mund të isha bërë dhe një sot e shoh veten që mund të jem dhe një kritik artit, sepse më janë rikthyer të gjithë bisedat, kujtimet, shënimet që kam mbajtur për babain, bisedat e tyre, takimet me piktor, me Kadaren, me Dritor Agollin, madje herën e fundit pak para disa ditë u takova me djalin e Dritorojt për një pikturë të babait që ka dhuruar atij dhe historia, pra janë të lidhur shumë ngjarje të kësaj natyre. Jam ke sporti, por në një farë mënyrë jam rritur në ambient artistik. Atëherë, Manchester United, Bayern Inter. Poezi në lëvizje podcasti sot, poezi në lëvizje me Zajmin, poezi në lëvizje sot. E fillojmë menjëherë me kategorinë superiore, kemi patur një ndeshje derbi që është luajtur të hënën në mbrëmje dhe pas 10 ndeshjesh skuadra e Tiranës mund fund të kthehet fitoj me Partizanin. Fitore më e rëndësishme e viteve të fundit ndoshta? Megjithëse se ka 3 ndeshje nga sezoni i rregull, por ndër fitoret më të spikatur, më të veçanta të Tiranës. Ndërkohë, Zajmi 0-1 në vitin 2022 fitonte skuadra e Partizanit. Ka qenë java e 15, ishte në Ndor. Dhe nga ajo mbrëmje, ka patur edhe sherre në përfundim të ndeshjes, siç ndodh zakonisht në të tilla përballje, 10 ndeshje radhazi dhe fiton mbrëm Tirana, e cila për fatin e keq të sportit besoj unë është rrezikon të bjerë sërish. Mos e vërtet, për të qenë sinqert, gjithmonë Partizani Tirana, pra ose Partizani sot Ndori më rikthen historinë e këtij derbi, cilin ka mundur ta jetoj nga vitet 70, diçka më parë e deri Sa herë ka arbitruar? Mund të kem qenë 5 herë në këtë asistent. Kryesor vetëm në një rast kam qenë Tirana Dinamo, por që i kam jetuar nga afër në tërësinë, pra në gjithçka që mund të prodhoi ky derbi me tifozërinë, me miq, me shok, gjithçka bile para ca ditëve po e rikujtonim deri dhe policët, qëndrimin në tribunën A, tribunën B, ajo tribuna A ka qenë. Ato ishin dinamovit me shumë gjasa policët. Absolutisht po, dhe të orientuar që të kontrollonin tribunën A, ku ishin tifozët e Tiranës, njerëzit e pakënaqur të sistemit, që kur bënte gol Tirana, ktheheshin nga tribuna VIP, pra një shenjë revolte, jo një gëzim entuziast për sport, për golin e shënuar, po bashkë me atë edhe kundër sistemit. Ai përplasje sistemes lindje perëndim që ka qenë edhe në Olimpiadën botërore europiane. Edhe një bilet për tribunën A ka qenë e vështirë për të gjendur, për të treguar pra çfarë intensiteti, si u priste një takim derbi. Më emocionoi sepse e pash edhe ky takim, njerëz që shkonin me fëmijët, pra familjar për të ndjekur këtë takim, më erdhi mirë se u kthye në deri dje në arenën kombëtare, në arenën kombëtare, pra atmosfera më pëlqeu, më riktheu pak entuziazmin, sigurisht që nuk kemi të bëjmë më, gjykoj unë, me atë lloj derbi të traditës, sepse jo vetëm Shqipëri, ka qenë më i fortë, më i nxehtë, ishin lojtarët ishin gjithë autokton, pra vendas, kuptim figurativ, por tash janë dhe të huaj, ai një huaj nuk e ndjen derbi, nuk ka pulsin, ritmin siç mund ta ketë një lojtar vendas me radhë, por ky është një problem në gjithë botën sot, edhe në Europë nuk është më derbi Inter Milan që janë të kenë lojtarët vendas në kuptimin figurativ. Italian po them. Bravo, edhe këtu. Megjithatë derbi ruan atë lloj Partizani Tirana.
Jo Dinamo Dinamo Tirana, me Partizan. dy të tjera. Dinamo ka qenë një skuadër neutrale dhe kur të krijonte probleme si në aspektin sportiv dhe atë politik, sepse derbi Tirana Partizani është luajtur në rrafshin politik Absolut. jashtëzakonisht. Dhe tifozët e Tiranës vazhdojnë dhe sot ta shohin me këtë sy. Absolutisht po mos harroj që ndeshja, pra në vetëm rast që janë përjashtuar dy skuadra, ka qenë 67-ën kur përjashtu Partizan Tirana, ndeshja para java 3 para fundit, pas një motivi përjashtuan që një lloj mlefi. atëherë Kush e mori? E mori Dinamo në tavolinë e mori Ministria e Dinamo. Brendshme vendosi përjashtimin. Edhe Dinamo Po e si mori vendosi Ministria e Brendshme të përjashtonte Ministrinë e Mbrojtjes? ka qenë është një problem shumë i madh, shumë problem i madh ka qenë, pra se Kadriu me përjashtoi Beqir Beqirin. po Petri Dumen, se Partizani sigurisht që menduan që do të ketë një mas, po që të përjashtonin nuk mund ta pranonin pra drejtuesit e Partizanit. Ajo mbetet ndeshja në historinë e një përjashtimi të madh. Pra Partizani Tirana ka qenë në Qemal e fituar nga Tirana 7 nëntorit 2-1. Tani i rikthehemi këtij takimi, ç'është e vërteta, nuk e prisha që Partizani të humbiste, sepse duke qenë në formë, duke qenë në atmosferë të mirë klubi, skuadra, lojtarët, ardha trajneri të ri, sjell motiv të ri, ka disa element pozitiv. Kështu që u zhgënjeva në kuptimin sportiv, pra dhe një rezultat shumë i thellë, 3-0 që s'të le, Se mund të humbasësh 1-0, 2-1. Pa interpretim. Nuk të le, pra për të, kështu që më vjen mirë për Tiranën, sepse ju e thatë. Mjafton, Zajmi, do mjaftoj. Shpresojmë, por kam frikë që Tirana Ta shohim pak klasifikimin dhe rezultatet e tjera. Sepse mos ta ndodhi kjo që mas saj fitore Tirana në rikthehet prapë tek ato rezultate zhgënjyese. Ka një ndeshje direkte në Korçë, Skënderbeu Tirana, dhe po ta shohësh ne edhe me të ftuarit e tjerë këtu, kemi folur që nëse do ta kthejmë përmbys tabelën e klasifikimit, kemi Tiranën, kemi Skënderbeun, kemi Teutën, pra ekipe që dikur të lidhës me histori nga pas dhe që të trishton pak kur e shikon, trishtim sportiv them, kur e shikoj, por sigurisht që nuk dua që t'ja heq meritën asnjë ekipi tjetër. Pra unë gjykoj që në këto 10 skuadra, skuadrat kanë marrë, ekipet kanë marrë çfarë kanë dhënë, çfarë kanë transmetuar deri tani. Kemi ndonjë tolerim, kemi por në përgjithësi janë ato që kanë ajo që gjithmonë më shqetëson është pozicioni i Teutës, sepse në këto vitet e fundit gjithmonë lëkundet në këto lloj pozicionesh, një ndeshje këtu, një ndeshje këtu, dhe Laçi, sepse deri dje Laçi ka pas një skuadër të mirë, me lojtarë që luante për në Europë. Për në Europë, lojtarë qitur jashtë, me një trajner italian dhe kur e shikon të stil. Një trajner interist do e thënë. Interist, madje mund të them që e kam takuar para një 3 javësh, pata emocion sepse më firmoi një fanell dhe pata emocion sepse ka luajtur me Ronaldon, se mund të kesh luajtur me Interin. Por periudha e lojtarëve që kanë qenë me fenomenin me Ronaldon është shumë epike, është historike, dhe ky lojtari që i pastronte kputucën kur shënonte gol. Pra dhe gjen Tiranë, gjen Laç. Unë gjykoj që ardha këtyre trajnerëve, krahas trajnerëve tan, kthimi i Gegës, është një pasuri për sepse mos harrojmë që është pozitiv si fakt apo jo. Po absolutisht po, eksperienca janë që lëvizin, ndryshojnë, japin, marrim. Unë jam për trajnerët shqiptar, që është e vërtetë, i dua, por që eksperienca janë, sot bota është e hapur, lëvizjet janë të normale, kështu që por Egnatia dhe Dinamo janë skuadrat e vetme që kanë siguruar Final Fourin. Si e shikon ti këtë formulën? Shika, unë gjën e re dua. Edhe lexova një shkrim presidenti duke që mund ta diskutojmë pra në fund të sezonit edhe mund ndryshoj. Unë e konsideroj çdo lloj lëvizje, çdo lloj gjëje të re, unë e konsideroj për ta parë, për ta provuar, për ta testuar, në fundit edhe dalim nga ajo formule zakonshme, unë me ty, ti me mu, e kupton nga një farë dhe e gjykoj një eksperiencë ishte. Dhe them që në 4 edicionit kaluar, edhe tashti dhe në këtë, them që janë skuadra që e meritojnë. Nuk shikojnë ndonjë hyrje rastësore, befason Egnatia, por nuk është më befasi. Kemi Partizanin, kemi Dinamon, të 3 skuadrat vllaznin po ashtu, skuadrat mira. Partizani rrezikon shumë sepse ka vetëm një flas për pikë diferencë. Ka vetëm një pikë me Elbasanin. Flas po për me këto 4 të para. Pra, e kupton, nuk është se i është mohuar formula, i ka mohuar. Pastaj faza finale, formula sigurisht është u mendua të mbushën stadiumet, kemi një ndeshje më tepër, unë nuk e shikoj ndonjë dram, sigurisht ka element për ta korrigjuar, për të riparuar ose për të mos e aplikuar më, por një gjë e re që
përgjithësi skuadrat kanë qenë të kënaqura. Një farë mënyrë. Po sepse në fund fare ato e kanë miratuar. Po çikosh, janë 4 vjet ishin 4 skuadra që e merituan një farë mënyrë, edhe këtë vit do të ishte Tiranë do ishte mirë, po ja që nuk është. Jo, mund të provojmë gjëra, shumë gjëra të reja, po ka një synim, arrihet apo jo ai synimi. Pra kjo skem që o përdor vjet, por i përdoret ka sjell ndonjë vlerë të shtuar në kampionat, të lojtarët e rinj, të mbushja stadiumeve. Shiko, këti përmenet tre fakte dhe unë jam shumë dakord. Për lojtarët e ri nuk e ka fajin formula. Okej, heqim. Do të bëj një krahasim, kërkoj ndjesë, bëjmë krahasim me Italinë se kemi afër. Skuadra mbrëma vetëm një lojtar italian kishte mbrëm në ndeshjen, po themi Bologna. Prandaj kanë dy botërorë që nuk shohin italianët. Problemi është sigurisht që këtu kërkohet një lloj seleksionimi, një lloj pune me radhë. Është një sektor që e kam vështirë ta them, por nuk është formula që indikon. Iku formula. Iku, pra formula iku. Tjetra ishte Stadiumet përgjithsisht ka vlerë të shtuar. Shiko, problemi në përgjithësi në Shqipëri nuk ka më interes maksimal për futbollin. Pra vetëm në takimet të veçanta që mund të mbushen. Sido që ta bësh formulën ti, nuk të mbushet. Ik në Shkodër, ja shkojmë në Shkodër, pra një stadium. Dhe kjo është gjuna vërtet. Ky është një problem i madh dhe këtë e ka niveli i futbollit. A e ka që njerëzit nuk kanë më njerëzit e tyre, se mos harrojmë që një element është edhe kjo kur kemi njerëzit tanë, shkojmë shohim fëmin tanë, vëllezërin. Pra krijohet një atmosferë që diçka familjare, një tërheqje familjare se dje, kjo më pëlqeu. Pash një familje, babaj me gruan dhe me 3 fëmijë nga mrapa për të shku për të parë ndeshjen. Pra se sot sporti nuk është më siç ka qenë, ka edhe në sensin familjar në farë mënyre. Kështu që problem është mungesa e tifozit në stadium. Nuk kam besim. Këtë nuk mund ta them nga formula, nuk mund ta them nga formula se nëse në Ballsh shkon lund Partizani, unë gjykoj që stadiumi duhet mushet plot. Është vërtet. Kurse aty Partizani, po ndërkohë. Pa them Partizanit, aty ndërkohë një ftoftësi, po ti ke Korçën. Deri dje, pra nuk ka të bëj formula. Unë gjykoj që formula u përdor për të mbushur stadiumit paktën në 4 ndeshjet e Final Fourit fundit, po që lloji që skuadra nuk ishin nga Tirana me radhë dhe që është për të diskutuar, por edhe në Itali, se i referohem Italisë, kanë filluar të mbushen tani stadiumet. Njerëzit po shkojnë për të parë se edhe pra duhen edhe stadiume të reja, duhet të ofrojnë diçka më shumë. Pra, një tjetër element gjykoj unë është që duke pse më kujtove stadiumet, këtu duhet një reformë e re në krijimin e stadiumeve për Shqipërinë. Për shembull, po them në Durrës, nuk ka pse ai stadiumi tjetër, ai stadiumi i madh. Është vërtet. Kur do të bëj një krahasim, kur ka ardhur Lucescu në Itali, në Pisa, flasim në vitet 90, 91, 92, të kërkoj 3 kushte. Stadiumet nga të madha duhet vogël. Pra ka mundësi shkallë stadium futbolli. Pasportave, sepse nga 8 deri në 10 pikë më japin tifozeria që është mrapa. E dyta tha, kërkoj ato rritësit e barit, punëtorin e barit, e donte ta njih sepse kur vjen Juventusit kërkohet top bari lart, t'ja uli barin. Pra strategjira dhe fëmijët që kapnin topat. I donte ti kishte ky që ta çfryn pak topin kur del jashtë. Pra marifete, për t'ju referuar një lloj strategjie. Del për e vjetër, Mircea. Ku desha me dal, edhe këtu, se shkojmë nëpër stadiume, shikojmë. Po në Korçë, përveç se truhen 3 stadiume për me pisat e atletikës. Pra, por stadiumet në Shqipëri duhet vë edhe 5000 vendesh. Është inauguruar së fundmi Arena Egnatia. Pra, më pëlqen stadiumi i vogël, aq kemi nevojë ne. Përballë, pra karshia, tribuna dhe pasportave është thjesht kallkan, siç e quhen në gjuhën e ndërtimit, por realisht është diçka vërtet shumë simpatike. Pas ceremoninë e inaugurimit, nëse është ngrohse sa i përket lojtarëve, jep më tepër atmosferë, pse jo? Po edhe janë gjithë stadiumet që janë olimpik të kohës socializmit dhe të kanë ngelur. Shkon Lushnjë, stadiumi i amortizuar komplet. Shkojnë Burrel se po i marr të amortizuar më hapësira që rinë mas porte. Beslidhja dikur ka qenë një skuadër që jepte tonin futboll. Dhe bëhet më njëherë dhe fiton dhe terrene, fiton sepse mund të shfrytëzohen ato që janë afrohet mas portës, 5 shkallë në Lushnjë thash, pranë Kavaj, në Elbasanin është bër, por në Korçë, nuk e di, po Korça do bëhet, po do bëhet i ri. Stadium në Korçë, në Durrës dhe në Vlorë janë 3 projekte të miratuara, por nuk e di pse kujtove Vlorën, Gjirokastrën. Rrin kot nuk i duhet pista atletikës asnjëriu. Për treguar pra që duhet
edhe një reformë shtesë. Krahas 20 reformave që kemi si shtet, do shtojmë këtë reformën. Po, është një nga arsye sepse këta e ngrihet më të madhe, stadiumet e vegjël, të përshtatshëm për ne, për Shqipërinë 5000 vendesh, stadium 10.000 15 vendesh të jo, sepse nuk kemi ne edhe aq. Për Interin do flasim tek Championship, po të flasim pak për një derbi, që Arlindi e ka shumë për zemër, sepse i ka marrë një pikë skuadrës së Manchester City. Pep Guardiola, në ndeshjen e parë, pasi Kevin De Bruyne deklaroi që do të largohej nga City pas një dekade, rrezikojnë të dalin nga zona Champions në kampionatin anglez. Janë dy skuadra, e ndoqën ndeshjen, nuk më pëlqeu, pra një nga takimet derbi të mërzitshme. Sigurisht edhe të skuadrat të goditura, Manchester United me problemet më dha me trajnerin e ri akuzuar sepse ka ardhur dhe ka deklaruar që më tepër problemet janë aq të mëdha, por më të mëdha janë solucionet për t'i zgjidhur në një atmosferë ku nuk e ka pranuar njeri sepse trajnerët e dinë mirë situatën, e masin pulsin, por në përgjithësi thonë të kundërtën, që situata do rregullohet, do riparohet. Ndërkohë ky thotë Ky ka thënë, i ka befasuar gjithsesi një konferencë shtypi që i ka shokuar gjithë me sinqeritetin që ka treguar. Por dhe Manchester City është në një ishte edhe De Bruyne i vram, pra një me probleme, dy skuadra që kur i dëgjon emrat, historinë, traditën, nuk mund ta besosh dot pra që shpresoj që Manchester City të kthehet, po do doja edhe Manchester United për që është shumë larg, nuk ka asnjë lloj se Unitedit na kthen më tepër në nostalgji pak, ë. Kemi Sir Alex, po Sir Ferguson, kemi Beckham, lojtarë cilët kemi pak më tepër nostalgji me këto, por më befasoi edhe kjo që De Bruyne që do të largohet dhe nuk ja dija se na rrëmben për ditë bilanci i këtij lojtari 10 vjet me këtë skuadër, shifra të habitshme, Frikshme trofet, frikshme gola dhe asist vetëm giksësh përpara. e Po, vërtet. me sinqeritet se nuk Forca e madhe krijuese e gjithçka dekadës së fundit, dhe kështu e quanin në Angli. pikpyetja tjetër është se ku do shkojë ky lojtar tani. Nuk asnjë Kam s'din. përshtypjen që Ote Trump, Shtetet Bashkuara, ose të alatët e Trump, Pa, kryesor, mund shkoj, mund Arabi shkoj. në Arabi Saudite. Saudite. Po, se realisht me futbollin e madh besoj e kanë mbyllur. Po, apo jo? absolut, po kanë aq formim aq konsciencë që mbyllet një lloj cikli dhe aq më mirë ta mbyllësh në Angli e me radhë, apo jo. Futbollin e madh. Ndërkohë që një pension i artë e pret besoj në Arabinë Saudite. Pa dhe përvojë e re Ermal, nuk është vetëm, okay, se shkojnë vetëm për lekët, i përvojë e re për të përvuar diçka, okay, moti më ndryshe. Pasurim është jo vetëm nga ana financiare, ana kulturore, po ashtu. Çfarë ndodh me City tani, se për United do të flasim tek Europa Liga. Azi të bjen nga kategoria City, pas një viti mbaroi. Është Dalë e te sigurt. United tani. Është e sigurt që do Ka përfunduar City. akuzat se ka një gjyq vërtet të madh City në Angli me federatën për çështje financiare, për shpenzime të tepërta. Gjyqi City, gjyq ka ky Ancelotti, pra Po. procesa, Na. gjyq ka drejtori teknik i që dëshmë më Paratici. Paratici. Po. Leo Messi ka patur probleme me evazion fiskal, Cristiano Ronaldo me nënën e Si supozuar ka të mundsi djalit në të tij. Spanjë kështu? Si ka mundsi në Ha? Spanjë? Çfarë ndodh me njerëzit apo çfarë ndodh me sistemin? Në Spanjë kryesisht vjen të akuzuar. Un kam dëgjuar që në Shqipëri thonë e ka fajin sistemi. Në Spanjë, kryesisht Spanjë. Nga ande ka ardhur gjithë e keqja. Nga ande e kemi. Shumë gjëra të këqija vijnë nga Spanja. Po. Ajo që më befasoi ishte që jo më befasoi, po që surprizë ishte problemi i bodyguardit Mesit, që në Amerikë nuk lejohet pra Po urdhër. tani nuk e lejojnë më, sepse deri përpara një muaji lejohej që ai të hynte në fushë. Tani kanë thënë stop, nuk mund të hysh në fushë. Problem atje se nëse në Europë sulmoni në muaj 10 njerëz për të takuar, për të marrë një firmë, atje është përqindje 40 persona, pra që dhe ishte ngrit problem i madh, pra problem financiar, problem për ta ruajtur. Është vërtet Nuk mbarojnë hallet për Amerikën, nuk Vetëm mbarojnë. në Angli gjykoj është këtë lloj fenomenesh nuk do, sepse gjithë duan të shkojnë, mbaron loja, ikin ditë në shtëpi, nuk merret njerëje me radhë, kurse Italia, futbolli latin i persekuton kuptimin e bukur. Po në Angli njerëzit futbollistët jetojnë në lagje, dakord, në lagje të pasura, por që mund të lëvizin normal për rrugët e Po, është qytetit. kultura e Erling Haaland, Mohamed gjithë Salah, kultura e Jurgen shoqërisë, Klopp. e tifozërisë, kulturë ndryshe. Shumë sportistë duan këtë lloj post ndeshje sepse nuk kanë atë stresin e madh që nuk shkojnë dot me një lokal, presioni i madh, pse humber golin, pse atje një farë mënyre. Mbaj mend Kevin Nolan, ish kapiteni i West Ham United. Në momentin që West Ham United e prishi stadiumin, nuk e kanë ndërtuar akoma, nuk e kanë mbaruar Boiling Upton Ground. Parkun, po Boiling Ground ose Upton Park, shkojnë në stadiumin olimpik dhe në ndeshjen
e parë që West Hami do të luante në stadiumin olimpik të Londrës, Kevin Nolan shkon në stadiumin e vjetër. Dhe shkon atje dhe gjen dyert mbyllur, po ndërkohë, sepse kam parë edhe videon që doli, ishte krejt normal domethënë, sepse skuadrat atje nuk grumbullohen përpara ndeshjes. Lojtarët flen në shtëpitë e tyre dhe ditën e ndeshjes shkojnë në stadium, ishte se ti po më kthen pa dashur të bëj një krahasim, kërkoj ndjes, por duke qenë kur ka shku Faruk Sedini për herë të parë në Peqin, s'kishte asnjëri trajner. Dhe punëtori i fushës që po ishte këte nuk e njifte. Faruku po priste që të vinin lojtarët. Ai Neti tha, o shoqë, tha, iki, tha, pse po rrin këtu? Pra një farë mënyre që bukur, bravo. Shkojmë tek UEFA Champions League, meqense është kompeticioni që do të startoj pak pasi ne të kemi dalë nga studio jon. Kemi 8 skuadra të cilat sot dhe nesër do të luajnë takimet e para çerek finale. Dhe sot do të luhet në Londër Arsenal Reali Madridit. Ajo që mund të them unë një spanjoll në krye të Arsenalit, një italian në krye të Realit. Unë do ta konsideroja Realin edhe këtë turn pothuajse të kaluar, pa e zgjatur shumë sepse i referohem dy fakteve. Arsenali nuk ka gjendje të mirë, nuk është e skuadër pra edhe në kampionat Premier League pra me oscilacione dhe që Reali vjen jo mirë në La Liga apo jo. Po humbja fundit me Valencia, shokuse. Por një skuadër adapte në këtë trofe. Eliminoi Manchester Cityn, po bravo, eliminoi me që nuk është e lehtë dhe eliminoi me gola, eliminoi edhe në ndeshjen e dytë. Binçëm se ndeshja e parë. Pra, kështu që unë e konsideroj dhe ja ka marrë dorën. A është kompeticioni Ancelotit ky? Shiko, më shumë se sa i Realit. Nga një herë e marrin skuadrat ti. Unë gjykoj që këto trajnerë çfarë mund t'i thotë Anceloti skuadrës. I ka sa më vite ka, shumë vite. Po edhe të 11-ën me Ancelotin e morën, kështu që nga një herë i merr skuadra, emrat, lojtarët, edhe pak po shumë fat dhe që sepse ciklet e trajnerave një farë mënyrë edhe mbyllen. Guardiola ke City, ciklet mbyll Anceloti këtu. Po ka 4-5 lojtarë që dinë zgjidhin situatat, në momentin e dur, në çastin e dur, edhe ka edhe diçka gjykoj që nuk kemi skuadra kompetitive të forta. Shoh Paris Saint-Germainin më zhgënjen. Pra më zhgënjen. A ka të bëj niveli i kampionatit? Edhe ka të bëj. Parisi aty nuk ka konkurrencë. Edhe ka të bëj. Sepse fitoi kampionatin sërish 6 javë përpara fundit. Në Gjermani s'ka rivalitet, pra e merr që në nëndorë Gjermania është më ndryshe. Po Bayerni që në nëndorë është kampion, si më thonë. Edhe këtu pra janë krijuar disa skuadër që e administrojnë, që edhe nuk ka rivalitet. Nga njëherë Italia mos ketë këtë lloj niveli, por ka një lloj gare rivalitet të konkurrojnë dhe kaq. Kështu që unë them që Reali emër skuadër lojtarë, 2-3 lojtarë që i ka që zgjidhin momentet veçanta, zgjidhin situata të jashtëzakonshme. Mbaron sot apo? Ja, unë nuk besoj është e hapur. Nuk muron shumë Reali, patyshim duket favorit, por është rikthyer Saka. Bukayo Saka po. Në fundjavë. Nuk ka gjë për të luajtur tjetër dhe kjo është mundësia e fundit e Artetës për patur një ndeshja e jetës, kishte thënë Mikel Arteta. Një sezon suksesshëm. Ky sezon i 5 kanë humbur kampionatin, Premier League-ën andej Liverpooli, padyshim. Luajnë fushën e vet, tradita, në 2006 ishte Henry atëherë, i cili skualifikoi Real Madridin. Çfarë? Me një gol nga mesi i fushës, që kaloi gjysmën, përfshi dhe Casillasin dhe një super ndeshje në Highbury. Vdes për stadium. Në stadiumin. Por atë ishte stadium. Ishte stadium. Highbury Park. Çfarë emra shkan? Emra shoku stronditës, ë? Shumë interesant. Që tani është një lagje. Tani është ndruar në një blok pallaresh. Nuk ka atmosferë si Highbury, nuk do vi atmosferë si Highbury, jo tek në gjithë anglezët, por për Arsenalin. Unë pse do të lojë hapur për 108 minuta, do dua të lejë të jetë hapur. S'më ngrof Arsenali, kjo është mohabeti, nuk ka lojtarë që të bëjnë diferencën. Kështu që në 5 të fundit Interi ka humbur vetëm të fundit në radhë, të 5 ndaj Bayernit. 4 të parat i ka fituar. Tani je në habitatin tënd. Është e vërtetë është gjithmonë sfidat Itali-Gjermani me përfaqësuese, po dhe me klube. Sepse edhe para pak javësh ishte në UEFA Nations League. Kanë qenë gjykoj nga takimet më të ndjekura, më interesante, më kurioze me lojtare, aq më tepër për ne shqiptarët se ç'është e vërteta, edhe kur Shqipëri si ra me Italinë, edhe me Silvinjon kur kam biseduar, e konsiderote me fat, sepse më mirë të bjeri me Italinë, afër, publicitet, njihet në gjithçka. Me Anglinë sado është larg.
Pra humbasin ca element për cilat kemi nevojë në shqiptarët, si jemi afër. Edhe këtu, pra me Gjermaninë janë ndjekur këto takime, janë ndjekur me ekipet, janë ndjekur shumë sepse gjysma e Shqipërisë është me tifozë me Gjermaninë, gjysma është me Italinë. Me Anglinë pak më brezat kaluara, është vetëm një lloj simpatie. Ndjeri Fatmir Frashi, ndjeri Lat Grillo. Sa bukur e the, bravo. Kështu që na ka ngel simpatia për t'i ndjekur. Pra është Liverpooli që jam unë, që brezim sepse është i lidhur me Beatlesat, ajo shpreha famshme që tha ai, sonte tha luan Liverpool. Presje, luajnë Beatlesat e futbollit e topit. Pra për të krahasuar dhe që sa herë që bëhet fjalë për Liverpoolin, Oasis nga krau tjetër për më shkon edhe një fanell Liverpoolit që kam, nuk e kam me emrin e lojtarëve, po e kam Beatles sepse në fundit ajo më kthen ke Liverpooli famshëm. Po United nuk ke. Nuk kam Manchester United. Do paisesh. Faleminderit. Mirë, se do jetë pjesë e arkivit. Dhe për t'ju rikthyer tash. Kështu që unë takimin e parë një ekipit italian me një gjerman e kam të 70-s Inter Borussia Mönchengladbach. Po sepse ajo ishte ose më saktë ajo është Borussia e vërtet në Gjermani. Ajo jemi me Borussian e Nedzerit me Hulshov, me Zilov, me lojtarë, ajo ka një histori të madhe sepse në Milano doli, fitoi Interi, ndeshja parë 1-1. Në të dytën Interi humbet 7-1. Jo, ndeshja parë u bën Gjermani. Humbet Interi 7-1 sepse në minutën e 10-12 i gjujtën me një shishe Coca-Cola e famshme që i ran kokë Boninsenjës. Ndeshja u anullua dhe ndeshja e parë u lut Milano 4-2. Në ndeshjen e dytë të kthimit u lut në Mönchengladbach, po u lut në Dortmund, po themi. Aty e ka qenë një nga ndeshjet më spektakolare që është bërë. 22 korner ka gjujt Borussia. Ndeshja ka dalë 0-0 dhe u kualifikoi Interi. Tipike italiane kjo. Dhe atë bravo. 22 korner, jemi me Borussian e Nedzerit dhe llogarit çfarë skuadër. Nedzeri erdhi në Shqipëri mas një viti. Dhe qysh atëherë kam të spikatur, të ngulitur këtë ekipet gjermane me ekipet italiane dhe kam pas interes të jashtëzakonshëm. Pastaj vim ke në 79 Inter Borussia Mönchengladbach, një histori tjetër 3-2 për të ardhur tek 89-90 ajo. Berti Nicola Berti dhe Serena, golat, historia e famshme atij takimi derbi, atij takimi ku Interi është takimi i parë 2-0, nuk u priste, ka bë goli i dytë që ka bë Nicola Berti nga 70 metra. Në bor, nuk ishte ndeshja e kthimit ajo? Jo, ndeshja e kthimit është Bayerni ndeshjen e kthimit. Ndeshja e kthimit është bërë pas 2 javësh. Mendova se ishte ndeshja e kthimit ajo. Dhe ishte Interi Trapatonit, ishte skuadra e vështirë, pra ishte kampion dhe ndeshja ka dalë 3-1. Pjesa e parë 3-1. 3-0 gol Serena dhe Interi i duhesh një gol. Pjesën e dytë për të kualifikuar. Nuk u kualifikua, pra dhe u eliminua. Ishte goli në fushë kundërshtare atëherë. Ndeshja 3-3, Bayerni bëri 3 gola në fushë kundërshtare dhe prandaj u kualifikua. Dhe ajo me atë ndeshje kam një detaj, e kam shumë personal. Sa herë që shkoja në San Siro, në fush, ditën e hënë që isha unë dhe fusha, shkoja ke vija 16 metrave. Dizje një qeri. Dhe sepse nuk harroj golin që ka shënuar Augenthaler. Augenthaler me kokë nga vija 16 metrave i ka bë gol Interi, i ka shënuar gol Interi. Për të ardhur pastaj tek finalja e Madridit. Ajo është një nga ndeshjet e dështi që kam një emocion të papar. Nëse ka ndeshje që mund të interpretohet një finale, të fitohet, të interpretohet me një rezultat bindës, të merret kupa dhe ndaj një ekipi gjerman, në këtë rast Bayerni, nuk mund të ndodhi kurrë, sepse Bayerni ka marrë kupa, unë që njoh historinë. Pra e thën kjo, je në grupin e atyre që Mourinho e kanë. Ajo ka qenë i dashur një interpret dhe golet i shënoi Milito, pra goli i dytë është një gol spektakolar në tërësi. E lava mbojtënin në vend. 90 minuta nuk mund të interpretohen në atë lloj mënyre se si e interpretoi Interi atë ndeshje. Pse jemi finale dhe ndaj një ekipi gjerman. Simone Inzaghi tani. Çfarë do të bëj sot? Unë gjykoj që e ka të vështirë dhe ndeshja 2 do jetë përcaktuese, jo sot. Sepse Interi mund t'i marrë dhe me Pandev, i ka eliminuar gjermanët në 2012 brenda. Që pastaj Schalke 04 eliminoi Interin kur nuk pritej fare. Por që Interi nuk ka skuadër, nuk të bind, nuk skuadër serioze në kuptimin edhe jo autoritare. Po është pretendente për të fituar kampionatin. Shiko, ka disa dhe motive, ka disa arsye. Interi mund ta marrë kampionatin, po mos harrojmë, duke fol pak për Serie A, nuk kemi ngar Juventusin, nuk kemi ngar Milanin, pra një Napoli që entuziast sigurisht që pra Atalanta, se po të kemi ngar këto skuadra, do të ishte shumë i vështirë. Interi nuk të bindë, është skuadër që pëson gola, 32 gola ka pësuar, skuadër dytë e Italisë, por me 32 gola, pra pëson gola dhe që nuk shënon. Shikojmë Lautaro,
me Turam sa kam Turam pa shënu gola. Mund të ketë që në fillim fund dhjetorit. E kuptoj, po Lautaro është njeriu nga i cili priten. Turam që ka më zgjuar gjithmonë si një lojtar mbështetës. Di pse? Se sa herë që debatoj, duke qenë që edhe ju jeni shumë të angazhuar me këta, unë i referohem dy elementeve. Në Interin e Mourinhos, Eto'o dhe Milito kanë shënuar pothuajse 20 gola njëri, 20 gola tjetri në atë sezon. Nuk vinë më si ata sulmues. Bravo. Po pse ky Lukaku me Lautaron? Po, e vërtet. Pra një dyshe që të godisnin dhe unë sa do vinte puna, thoja prit dhe vinte momenti që të godasin. Tek Inter dëshi gol shënon Çanalog glua, me rrallë. Aslani? Ma mungon ai sulmuesi, ai sulm që konstant. Edhe pse ka bërë 14 gola, ky nuk më intereson, dua lojtarin në momentin e dur, në çastin e dur dhe kundër një kundërshtari, apo ja, Interi 4 takimet më të vështira në Itali nuk i ka fituar. Edhe këtu në Champions League pati një short që e ndihmoi një farë mënyre. Tash do të shikojmë. Kjo është prova e vërtetë. Por Bayerni e ndihmon prapa jo pak në thonjë flasëm, se atmosfera është e vështirë, Bayerni emri i madh, skuadër fizike, por e ndihmon. Musiala mungon? Musiala mungon, Davis mungon, Upamecano mungon. Edhe ky u flis edhe Coman mungon. Pra janë disa lojtarë që mundet një farë mënyre, por do të shikojmë, nuk duhet të shikoj atë Interin e pjesëve të dyta, ose pjesëve të para me Monzën që pëson 2 gola, pjesën e dytë pra me Parmën, unë dua një skuadër konstante të jetë agresiv, mund të humbasësh neshën, ëh. Po. Kështu që e shikoj të vështirë këtë është sfidë e traditës, arbitër është një zviceran, 36 vjeçar, është gjetur arbitër jo i eksperiencës, por se dhe arbitrat kanë rëndësi sot në caktimin dhe shikoj që FIFA, UEFA tentojnë të vejnë arbitrat mirë, tentojnë të vejnë sa më që ti përshtatet ndeshjes. Futboll gjerman, latino, gjerman, anglosakson, farë mënyre, vejnë dhe arbitrin që ti përshtatet, sepse është problem. Nëse vjen arbitri, luhet futboll latin, vjen arbitri nga Anglia, kanë tjetër interpretim, po të shikosh... Ai e shikon ndryshe. E shikon ndryshe, sepse i kam jetu këto lloj situatash që është se vështirë, kur një arbitri vjen prej andej, ka tjetër mentalitet në interpretimin e lojës, në strategjinë, administrimin e saj, jo në vendimarrjet e mëdha, sepse sot vendos vari, nuk kanë më dorë ato. Kështu që edhe UEFA, FIFA është pak sigurisht do thuash më befason, gjithmonë ka befasuar se arbitër polak në një kampionat që ka vetëm 2 skuadra në kuptimin figurativ, të jetë protagonist në gjithë këto sfida, vështirë në kohën tonë shumë rrallë që lonte që arbitër lindor. Po, mos ndoshta nuk ka një pjesë të mirë. Ka rëndë dhe cilësia e gjyqtarëve ndoshta, nuk është grupi i madh që mund të përzgjedhësh. Në Itali nuk kemi më një emër, një garanci, se kështu është shpreha e famshme, pra arbitër Ermal Totti, një emër, një garanci, është ajo, nuk kemi më. Në Francë po kështu, vetëm një arbitër kemi në Francë, dhe sa i tjetri nuk më bind. Zajmir, kush ka qenë i famshëm, falë që ndërpres? Francez. Voutre, si ka... Voutro. No, Voutro, po bravo. Michel Voutro. Po kanë disa... Po vitet e 10, vitet e 90, shumë autoritar. Po kanë disa francezët, kanë patur disa. Kanë patur shkollë? Po kanë pas, po sigurisht kanë patur. Voutro e ka qenë vyrc. Po pra një shkurtër arbitër autoritare. Sigurisht me atë futboll, me atë lloj sistemi, me atë lloj mekanizmi, e kupton? Kurse sot nuk kemi të bëjmë me arbitër se nuk vendos më arbitri. Si do qoftë kërkohet, sot e kanë kamerat në dorë. Por problem është sepse kohët e fundit erdhi Roki këtu, ky italian dizgjatori, dhe më tha që probleme kanë dhënë atje. Plus ato kanë një problem tjetër që arbitrat duan të arbitrojnë se është një ardhur financiare shumë e madhe. Po. Mirë, po ky s'mund të aktivizojë, dhe po shikosh ka filluar të aktivizojë arbitre të rinj, bën ndryshimin e gjeneratës arbitërave, ka pak nejësira. Kështu që edhe këtu dhe UEFA, FIFA ka, nuk është se ka të lehtë. Kush kalon? Jo, e hapur. Shumë e hapur dhe mungesat që ka Bayerni. Unë e shoh Interin ka 2 vite që e shoh dhe klasifikoj personalisht në skuadra pretendente, jo për të kaluar çerek finalen. Unë e shoh pretendente deri në fund. Jo vetëm se ishte City kur ishte City, po dukshëm e meritonte para 2 vitesh finalen. Dukshëm, interpretim fantastik. Ishte thjesht çështje eksperiencë që nuk e fitoi. Jo, edhe këto nuk ishin përvojë, okay, rrethanat, kushtet, më në formë City, pak zgjidhi një gol. Një gol zgjidhi vetëm, asgjë do të bënte. Dhe ajo që Interi nuk hyni bindur, pra që shiko, do ta sulmoj trofeun.
pak me frikë, se i tremi emri i madh i Citys, Edhe Guardiola, edhe ti Guardiola ndoshta, edhe kjo, sepse kanë komentuar në Itali, nuk mund të futemi në finalen e pak inferior. Kështu që Italia mundet të jetë pak inferior, pa janë furbi, janë të mençur, dinë ta trajtojnë edhe ta marrin finalen. Nesër, Barcelona Borussia Dortmundit. Janë të dy skuadrat para me ekipet gjermane ne i referohemi të kampionatit pra Bundesligës, që në farë mënyrë shikojmë që janë skuadra që pas Bayernit përplasen në njëra tjetrës. Nuk e konsideroj surprizë Dortmundin, Barcelona shumë e favorizuar. Ka dhe një trajner gjerman se Hansi Flick që me Bayernin fitoi. Edhe kjo është një lloj çudie, sepse trajner gjerman në filozofinë, strategjinë e këtyre skuadrave, trajnerët është e vështirë, asnjëherë nuk ambientohem unë, por që sot je detyruar ta pranosh. Jupp Heynckes ka drejtuar Realin në Madrid. Bernd Schuster ka provuar. Në 97 po vetëm për një vit. Edhe lojtarët nuk se kanë qenë, janë adoptuar në futbollin spanjoll, lojtarët gjerman pak. Toni Kroos është si thua ilustruesi më i mirë i kësaj gjë. Por holandezët kanë qenë më të adoptuar sepse është futbolli. Holandezët sepse ishte Cruyff i hapi rrugën në një farë mënyrë. Kështu që edhe në stilin e futbollin latin e kanë vështirë ta drejtojnë trajnerët gjerman, se kanë tjetër mentalitet. Futbolli latin ka një lojë, 100 rrëdhira e mekanizma që por Barcelona ashtu është kurse Paris Saint-Germain Aston Villa. Unë jam për Paris, ka entuziazëm ke francezët, kualifikimi me Liverpoolin që një kualifikim kolosal, edhe pse erdhi me 11 metrësh e me rrallë, por nuk duhet të mori një kualifikim kolosal, do ta konsideroja, sepse aq më tepër me skuadrën më në formë në Europë, me Liverpoolin, dhe që mori një kualifikim ka entuziazmin, nuk është skuadër me hyje pra që të bëjnë diferencën, por që them që do të vazhdoj për inerci, entuziazmi dhe ekipet angleze nuk janë më ato që shikojmë më friksojnë. Brenda humbasin, brenda kanë filluar të eliminohen. Kështu që e gjykoj dhe Parisit godet në kundërsulm, edhe si Reali për shembull godasin anglezët, edhe pse nuk janë më tipik futbolli anglez që ditë përpara krosohen. Kanë tjerë, se ardha futbollistëve të tjerë, trajnerëve të tjerë i kanë ndryshuar mentalitetin, por sidoqoftë i rrëmben ajo atmosfera, tifozi e do sulmin e skuadrës. Dhe që këto janë dy skuadra që të godasin, PSG-ja dhe Reali Madridit të godet në Barcelona jo shumë, se ka lëvizje tjetër, mekanizmin tjetër, kurse to të godasin kundërsun. PSG-ja ka kundërsun shpejt, rrezikshëm. Leva rikthehet. Si do presi Ello Uolli? Ja çfarë ka bërë Lewandowski në Champions League. Ka realizuar një gol në edicionin 2011-2012. Në edicionin pasardhës 10 gola. 3 të parat në Champions League ka zhvilluar me Borussian e Dortmundit, 6 gola në edicionin 13-14. Pastaj nga edicioni 2014-2015 deri në edicionin 2021-2022 luajti me Bayernin, kuptohet ai më i suksesshëm 2019-2020 ku i fitoi të gjithë trofet dhe realizoi 15 gola në një sezon. Ky është i treti tek Barcelona dhe është në kuotën e 9 golave, ndërkohë që në 2 edicionet e para si duket nuk është përshtatur mirë. Shiko Ermalun, gjykoj që sot gjykoj unë me informacionin që kemi, problemi i pasurit të një goleadori në skuadër është problem, ha? Pra, shikojmë, Bayerni ka një lojtar tipik goleadori. Harry Kane, po kurse tjerët nuk kanë. As Real Madrid nuk ka më nënç. Nuk ka më tamam e the bukur nënç, kurse ky mbetet. Ja bëri këtë të keqe Guardiola futbollit. Bravo. Kurse unë e dua atë lojtarin nënçin, pra goleadorin, e dua atë lloj tipi lojtari që siç Ken, po bravo. Më pëlqen ajo me kokë që shënon aty për në atë zonë, si duhet, nuk ka probleme, kurse ky ka ngelur tipik i atij lojtari, zonën e njeh. Pra shënon e njeh, edhe pse dhe transferimi i tij nga Gjermania atje këtu një farë mënyrë se tjetër stil, tjetër lojë, por është një forcë e madhe, kjo është një forcë e rëndësishme te kjo skuadër dhe ka hyrë në sinkron, se mund vish nga Bayern edhe nuk hyn në sinkron. Ke Barcelona dështoi Ibrahimovic një farë mënyrë, nuk që një sezon vetëm po. Gjithaj kurse ky ka funksionuar, është tipik i asaj loje të Barcelonës, kështu që është një atëherë Interin ti the unë e shoh pretendent. Po ndërkohë me Lewandowski dhe Barcelonën nuk e shikon pretendent për Munich? Jo, nuk e shoh pretendent. Lewand, shumë respekte për Lewand dhe për Gjermanin. Për Flikun. Shu e ka. Okej. Këto janë thëna nga një sakson domethënë. Shumë zotëri. Anglo-sakson, po. Po nuk e shoh deri në fund. Nuk e shikon Barcelonën që mund. Nuk e shoh deri në fund. Sepse po me Interin i bën. Inter
Pra kush fiton nga Bayern Inter do të përplaset. Mendoj që Interi do i shkoj deri në fund, e shoh pretendente për finale, as përqindjet që e ka ndoshta më të madhe se sa të tjerë. Nuk po them fitues trofeut, por e shoh deri në fund. Ndërkohë që Aston Villa do bëj më mirë se Liverpooli apo Parisi është në gjysmë finale. Ndeshja e jetës, mbas 40 vitesh Aston Villës, është ndeshja e jetës. Shumë dhe ka marr masat, po ecën mirë në. E ka fituar në 82-shin këtë kompeticion. Po ecën mirë. Po ecën mirë në kampionat dhe fitoren e djeshme kaloi dhe Cityn, që gjithë vëmendja, gjithë pesha është. Si ka mundësi që Arsenali nuk i besoj Emeris? Po pra. Sa kishte vetëm 5 trofe europian ka Emery, nuk i besoj. Edhe ndërkohë Aston Villa e merr dhe bën bravo. UEFA Europa League, një kompeticion ku sidomos një skuadër Vili do duhet ta fitojë patjetër për të shkuar në Europë. Sezonin e ardhshëm Manchester United, që tham barazoi me Cityn, do të luajë me Olimpikun e Lyonit në këtë çerek finale. Me atë që pashun pra Manchester United, Manchester City, United nuk më ngroh. Do ta doja maksimalisht sepse kemi thash nostalgji për këtë skuadër, por nuk më ngrohua ditë, nuk më ngrohu lojë 0-0 pa fantazi, mungesë goli, i mungon gola shënuesi, pra një kaos kuptimin minimal, jo skuadër e qartë, se mund ta barazosh lojën, por e shikoj thash edhe me një trajner tri që më tepër më dukte si kap stopash ai trajneri, i risës nuk na është mësuar syri, pra sa jemi mësuar me trajner autoritare. Kështu që por që në përgjithësi në përplasjet futbolli britanik ka dominuar me futbollin francez. Kështu që e shikoj që mundet pra dhe këto janë takime që s'kan lidhje me kampionatin. Ne i referohemi formës skuadrave sepse aty shohim, por shpeshherë janë takime që çdo gjë mund ndodhi në dy takime, një gol. Pra kush e mendonte që Paris Saint-Germain do kualifikohesh pse gol minutën e fundit në Francë, pra. Zajmi dhe me çfarë mënyrë kualifikua në dy ndeshjet. Dhe me Liverpoolin që skuadër që shënon në mënyrë sistem me radhë. Erdhi puna një minutë vendosje fatin. Unë gjykoj që Manchesteri është i favorizuar. I referohem situatës që është, por them se edhe Olimpiku Lioni nuk është se ka qenë fapshëm dikur fillim viteve 2000 që merrte pjesë rregullisht në Champions, 6 apo 7. 7 titull radhës. Ka rënë ajo. Nuk është më ai shkëlqim. Dhe duken më të motivuar, padyshim. Rrugdalja e vet me United patur një sezon mesatar, jo suksesëm, mesatar. Pse nëse shkon në Champions, pra nëse fiton Europa League-ën, nuk e pa çfarë ndeshje? Skandal ndeshjet. E kuptoj, po nuk i ndajmë dot kompeticionet. Pa kohë do fitoj, edhe prap por që një pyetje do të bëjun, po e akuzojnë shumë atë Ten Hagun. E akuzojnë pa mas se jo vetëm që shkatërroi një skuadër, por shkatërroi edhe nga ana ekonomike. Pra bilanci ekonomik i skuadrës ka shkuar në mënyrë nuk ju mungojnë parat. Di, por prap jo, tani ka probleme tani se është financial fair play ande, duhet të ardhurat mund të jenë, po ai sa dhe shpenzimet, nuk mund të vazhdosh shpenzosh pa gjeneruar të ardhurat. Ku e lidhen? Që shpesh nuk e kemi shumë informacione dur. Mjafton tha me portierin që ka ardhur ke Fiorentina. De Gea. Si mund shitet ai portier kur është një nga portierët më të mirë? Ky trajner çfarë dhurate i ka bërë Fiorentina? Ky njeri dhe mori Onanan nga Inter. Po bravo. Ora ky që dhe pastaj ju referuan problemeve si e la skuadrën, dëmi ekonomik me lojtare me radhë, pastaj trajtuan problemin Anthony Sancho, blerë skandaloze. Si ndonin tek Betis po luan. Po shumë mirë. U blen 100, do shitet 25, po shumë mirë. Fjalë ku është leverdishmëria këtu? Shohim çiftet e tjera. Në këtë kompeticion Tottenham Eintracht Frankfurtit përballje anglo-gjermane. Tottenhami ku them që është më i favorizuar. Them unë, nuk e di. Përballjet kanë qenë gjithmonë në ekuilibër, mos them që gjermanët janë më të favorizuar kur luajnë në Angli. Bodo Glimt Lazio. Do kemi një italiane në katërshe. Lazio më ka pëlqyer me Atalantën. Më ka pëlqyer, ka bërë një interpretim lojë, as Interi nuk e mundi Atalantën si e mundi Lazio, me një interpretim lojë të bukur, lojë të mirë, lojë të organizuar, ai një kjo Lazio që para me dy rezultate pothuajse zgënjyese, më befasoj dhe them që ecuria Lazios me rezultatet që ka kapur, them që edhe në kundërshtari nuk është një kundërshtar që të frikson, të trem, pra unë gjykoj që Lazio do të kualifikohet. Tottenham Frankfurt. Tottenhami, njëti sezon si Liverpooli, rrugdalja vetëm mos patur një sezon dështuar, është pak të shkojnë deri në finale. Ndërkohë Lazio me Bodo Glimtin. Jo, do doja Lazio, padyshim do doja Lazio aty. Ndërkohë për të parë edhe çiftin e fundit që është Glasgow Rangers ku kemi Nedim Bajramin me Athletic Bilbaon.
Bilbao e organizon finalen në shtëpi. Pritja finales. Unë them që Bilbao mos i eliminoi Romën apo jo? Po. Është e favorizuar. Futbolli spanjoll brenda kanë agresivitetin, tifozerin, atmosfera, sidomos Bilbao më rikthen këtë disa takime dhe nuk më hiqet ajo që një fushë e vështirë, nuk e kanë të lehtë ekipet për të luajtur aty, kanë futboll agresiv, lojtarë që prodhojnë futboll latin, një kështu mjeshtri 10 hile në kuptimin, pra janë tipik bask, me vetëm vendas luajnë, po tifozeria zaimi e frikshme, elektrizuese tifozeria. Atletico Bilbaos në 72-73-shin, vetëm luftë, vetëm armë, që Juventus i mori kupën me gol Betekës 2-1 atje, nuk e harroj kur çfarë betejë, jo betejë Algjerit që ka qenë filmi, por një betejë, pra dhe gjithmonë i referohen pra asaj fushë. Kalon Atletico. Edhe Romën e mundën i tentojnë të justifikoheshin italianët, por një fitore me lojë, me gjithçka. Ja, më të motivuar basket padyshim. Fundi rrugës për Rangers, mendon. Dështim, vit pas viti, Rangers, Celtics. Bravo. Kompeticioni më i vogël për klube, por që rrugën e nisi nga Tirana. Conference Liga, bravo. Dhe më vjen mirë pra, sepse edhe ne u bën protagonist një farë mënyrë. Simbolike, absolutisht, po. Trofeu i parë është dhënë në kryeqytet. Roma, Mourinho, do shkruajnë librat e artë historisë futbollit. Ngelin histori këtë, sepse edhe Ajaxi, mos harrojmë një gjë, se kam librat pra, kur fillon historia e Ajaxit e ka filluar nga Tirana, barazimi 2-2 në 70 në Qemal Stafa këtu. Është viti që Ajaxi doli në finale, pastaj 71-shin finale dhe 3 kompeticione, calcio totale, pra gjithçka që kanë nis nga Qemal Stafa nga barazimi 2-2 me 17 ndorin këtu. Gjithçka u bars në Tiranë. Në këtë kompeticion Vili, skuadra më e favorizuar është ajo e Chelsea, e cila do të luajë me Legian e Varshavës. Sigurisht që është më e favorizuar. Chelsea, edhe pse Chelsea pra është njësoj, kemi këtë lloj niveli që kampionat në Premier League, Chelsea, Tottenham, United, pra gjitha janë kështu që sezon me alti e base, up and down që thohet, por që sigurisht është më i favorizuar sepse janë skuadra autoritare, të vinë ta marrin rezultatin, edhe e kundërshtari është i bindur që shika e kanë vështirë që të përballen me këtë. Po në një mënyrë se tjetër do i gjen rrugën këto. Pra të godet ajo. Po sigurisht. Emri, të godet emri. Do t'i shohim sërish çiftet. Real Betis është një skuadër aty ku luan Antoni që nuk i pëlqen fare Arlindit dhe përballë është Jagiellonia, një tjetër skuadër lindore. Prap gjykoj ekip spanjoll. Teorikisht flasë, sepse lindorët thash vinë edhe kur vinë në Europën perëndimore janë pak si të shokuar nga atmosfera që vazhdojnë të jemi të hutuar edhe kur shkojmë andek. Kur ka Zavarov në Torino, rritë një vit, nuk e mori veten se rritë shifte pallatet, atmosferën se vjen nga lindja. Arkitektura. Sidoqoftë lindja është akoma lloj mentaliteti, nuk është kollaj të ambientohesh. Po. Shkojmë edhe një herë tek më kap armi, më kap gjithmonë. Gafil kur thon. Çelje, edhe këtë ne e përmendim gjithmonë, sepse mund të ishte Egnatja aty. Kaq largë? Kaq lart në prill, neve në Europë, në prill. Do ishte një është mazion, them që në futbollin e sotëm me raportet që kanë ndryshuar, me financimet, me lojtarët që merren nuk janë më befasira, edhe këto emra që përmenden nga lindja. Po thuj se si njeh njeri, apo janë si vinë. Pra skuadra të vogla janë. Skuadra të vogla, kështu që edhe ne. Çelje Fiorentina. Bravo. Them që Fiorentina ka gjendje të mirë, ka situatë mirë Fiorentina tash. Ndërkohë që sa i përket takimit të radhës, kujtojmë edhe një herë që bëhet fjalë për ndeshje të cilat realisht kanë nivelin e tyre minimal të themi, po Chelsea është një skuadër e favorizuar apo jo? Jo. Maresca nuk po kalojnë sezon të mirë dhe ai, edhe pse është sezoni i parë, po me shumë probleme dhe ai aty, kështu që gjithë e shohin si rrugdalje të dyja këto. Madje 3 kupat europiane, këto skuadrat që nuk kanë një ritëm në kampionat, shohin si rrugdalje, vijimin në kompeticionet europiane. Pafos Borac Banja Luka. Këtu tani kjo është një pyetje që shahmat. Doj ta kapje shah. Pafos skuadër kipriote, e cila është po themi pak a shumë si Egnatja, e cila në 2 vitet e fundit ka patur financime vërtet mjaft të mëdha, ndërkohë që Borac Banja Luka është një skuadër e vogël. Matt Hummels tërhiqet nga futbolli, Kevin De Bruyne largohet nga Manchester City, Bayerni nuk rinovon me Thomas Müllerin.
3 lojtar personalitete Brenda një javë, kolos, brenda një fundjavë. Sidomos largimi i këtij De Bruyne nga Manchester City. por që edhe Hummels ka histori, ka histori me Borussia Dortmundit, edhe këtu ke Roma u pati probleme me trajner gjendja, por ishte një investim kuptim figurativ se kanë eksperiencë, emra të mëdhej, i kanë të lidhur, nuk janë rasti, pra unë i vlerësoj edhe nuk më vjen mirë që largohen, se në fundit Hummels kur e përmend, është një histori nga mbrapa dhe janë lojtarë decisiv në skuadrat e tyre. Müller ka luajtur vetëm me Bayernin. Me Bayernit, kështu që 17 vite. Pra, edhe është një veçantë. Kjo skuadër e ka këtë lloj tradite, kush lun ke Bayerni, vështirë ka dargohet. Shumë pak janë lojtarët, pra më them një Mateos që iku nga, shumë pak janë lojtarë që Për Interin iku Mateos. për Interin, po bravo. Lihej Interi. Po bravo. Kështu që tre do të nuk mund të them do të na mungojnë se mund të jenë lojtarë në ekipet e tjera. Hummels e mbyll karrierën, nuk luan më. Ndërkohë që De Bruyne dhe edhe më vjen mirë se e mbyllin në atmosferën e Romës, në atë lloj tifozërie dhe iku i ndar mirë gjykoj me trajnerin. Unë nuk do ta, domethënë më ka suggestionuar vërtet, më ka goditur vërtet prezantimi i Lajoja se quajnë një futbollist që erdhi nga Juventusi, u zbulua tek Palermo dhe në qendër në një nga sheshet e Romës ku të tërë njerëzit poshtë tifozëria verdhe kuqe këndonte, ishte mbrëmje dhe qëndronte i shikonte të gjithë aty, domethënë Roma është vërtet Roma çdo hap është një hap ogni passo un'opera d'arte, kur thohet. Kam parë së fundmi një nga këto podcastet e ka qenë lojtari Casanos. Një lojtar që thonë nëse nuk do t'ishte Eugenio Fascetti, nuk do t'ishte bërë futbollist. Dhe ngacmonte Francesco Totin, i thoshe, po çfarë dregjim bëre që luajte aty dhe nuk shkove te Reali se do të merrje 2-3 topa të ardhur. Po bravo. Se ky shkoi luajti ke Reali, Po ky shkoi luajti te Reali, po sfitoi asgjë. Sepse më ktheve ke Romën sot prania e Totit në Totit, pra lojtari i Romës, kapiteni i Romës, ka kriju lajmin më fantastik sot në Europë, botë, shkoi në Moskë. Pra e krijon një lojtar i Romës për treguar që në Romë din të jetojnë muzikën, futbollin, si jetojnë ato, nuk e jeton asnjë njeri. Gjithë, unë e di dhe nga arbitrat, nga personalitetet e gjithë, një ndeshje që arbitrojmë në Romë, kanë kënaqësi më të madhe dhe janë të vështira, raportet me tifozërinë, me këto, është e kanë Roma. Futboll pa Hummelsin, pa De Bruyne dhe pa Müllerin. Jo, veçanërisht Müller, një emblem flamur, fjalë. Okej, nuk ka qenë lojtar më karizmatik i gjitha kohëre, por ka qenë ushtari më sistematik dhe shënues. Njëri që nuk krijonte asnjëherë as problem, ndihmonte të gjithë lojtarët. Nuk tërhiqte si lojtar, por ishte ai që shënonte golin dhe lojtari i duhur për Bayernin dhe për Gjermaninë. Për De Bruyne s'ke ndërmend të thuash asgjë se nuk. Ndërsa për Hummels, nga Manchester United nuk mund të presësh asgjë për Manchester City. Ndërkohë që për Müllerin ka patur një episod vërtet shumë interesant në Afrikën e Jugut në 2010-ën. Përpara ndeshjes Argentinë-Gjermani, në konferencën për shtyp ishte Diego Armando Maradona, i ndjeri Maradona dhe për Gjermaninë ishte Thomas Mülleri. Ndërkohë që Maradona nuk pranoi të ulej në tavolinë sepse nuk e njihte. Të nesërmen Thomas Müller ishte një nga autorët e golave që eliminonin Argentinën dhe Diego Maradona, dhe pastaj Maradona ka shkuar e ka takuar në fund të ndeshjes dhe i ka kërkuar falje të tjera. Shumë e bukur kjo. Mirë, kalojmë tek motorsporti. Tani tek Formula 1, si një italianofil, kështu që janë frankofon, po italianofon nuk quhesh dot. Filo italian. Filo italian, po. Si një filo italian, Ferrari kanë përshtypjen që zhgënjim u bën sa vite u bën që Max Verstappen thjesht sa për garën e Japonisë ka fituar garën e parë pas muajit dhjetor, fitoria e 4 në karrierë, e 8 për Red Bullin dhe fundit me Honda, sepse Honda do të shkojë tek skuadra e Aston Martinit. Ndërkohë që në tabelën e klasifikimit Ferrari është në vendin e 4, ka 35 pikë. Thasë the ka 35 vjet që nuk fiton. Jo. Pak a shumë. Jo, 35 nuk ka. Ka vite pa fituar, bravo, pritet rrugës drejt asaj. Nëse këtë edicion
u priste më tepër se çdo makinë tjetër, u priste Ferrari sepse vajtja e Hamilton, bravo, krijoi një lloj që shiko, por në 3 gara, 3 janë bërë apo jo? Po, 3 garat e Është parë. një zhgënjim dhe vetë italianët nuk kanë më shpresë sepse shikojnë një diferencë të madhe të pilotëve, ndërmjet pilotëve dhe të makinës që nuk konkuron dot. Kështu që e shikoj një edicion dhe ky i dështuar i Ferrarit. Pregatitës doja shpresoj vitin megjithëse tjetër. është gjysma tjetër e sezonit, shpresoj të gjysmë tjetër e sezonit, gjysma e parë, prite Po flet një anglez tani që shpreson të fitojë me Diferenca italianët. madhe, si shkojmë e garë, madhe është. është E diferencë. strategjike diferenca, për pos performancës makinës, strategjia qesharake, 3 gara, vjen Po të mirë, vuaj është vetëm Ferrari, fillimi, është vetëm fillimi. vite që vuajnë, në vendimet që marrin në strategjinë e garës, vite që vuajnë. Nuk po them që mund të ishe kampion, po vuajnë dhe strategji krahas tjerave. Kemi ardhur në fund. Të falenderojmë që ishe në Ishte përsi. një kënaqësi absolute. Ne jemi dhe komshinj, dhe do të takohemi Një sërish. kënaqësi absolute, ju falenderoj dhe shpresoj që të kemi bërë diçka të mirë. Si u ndjeve? Jashtëzakonisht mirë. falenderojmë Kisha kohë që nuk ndjeja këtë lloj atmosfere. Komplimenti. Po ishim Faleminderit. miqësorë edhe me Interin, shumë më tepër se ç'duhet. Ndaj faleminderit që Faleminderit nga ishe. ju, faleminderit nga ju. Nderuar miq, do takohemi të martën e ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.